Përshëndes gjithëve miq të Supersport, mirë se vini me pamjet e drejt për drejta nga qyteti i Laçit për këtë sfidë mes Laçit dhe luftëtarit. Luhet java e 15 e kategorisë superiore. Përfshirë në zonën, ka goditje me kokë, shkon jashtë nga ana e Gjonit, që fan nga i krosimi është ulur brenda zonës, pas kjo kthesë në shkollën e rjet. Arrin të shnojë skuadra e Laçit, Redon Xhixha. Shkoni ka marrë një firë Xhixha, arkan me majtë arrin të avancojë me shpejtësi, është në zonën gjithë Xhixha, vjen të marrë topin, pasimin e qendër Lushka godet, arrin të ndal Pajteris. Shkoni topi ka buar, ka marrë Nua Bueze, mundësia mirë për skuadrën e Laçit, Nua Bueze brenda zonës, Nua Bueze. E çon në rjet, janë 14 golat e tij tani. Këtu provon sërish Laçi, pasimi brenda zonës, pas kjo goditje, shkon në rjet, shënon Teko. Shkon këtu, kë gabim Teko, ka mundësin Teko. 4-0 Laçi. Teko, 2 gol që braziliani sot. Mbaj po vetë topi Xhixha, provon të djathtën Pajteris. Në një moment e kryesimit të pak çasteve të parë dhe tentativa me kokë kjo pak një prengaj. Provon këtu dhe Xhixha mbi portën e Pajteris. Dhe mjafton me kaq, mbyllë këtu sfida, fiton pastër 4-0 Laçi përballë luftëtarin, fitore merituar e skuadrës së Cumut që vjen me